Nga treni elektrik që mbeti kantier tek aeroporti i Vlorës pa fluturime, nga dëmshpërblimi i banorëve për zjarret deri te nafta e Shpiragut, që u shua bashkë me premtimet për 24 orë ujë, 2 avion zjarrfikës, shkolla të reja dhe legalizime. 2025 ishte vit zgjedhor dhe si çdo vit zgjedhor në Shqipëri, premtimet ishin të shumta dhe të përsëritura. Në mbyllje të vitit, faktet flasin për kantier të pambyllur, projekte të dështuara rrugësh, afate të shtyra dhe qytetarë të zhgënjur. Treni elektrik që nuk u nis. Në prezantimet 3D të qeverisë, Tirana lidhet me Durrësin dhe Rrinasin nga një tren modern elektrik. Në terren prej më shumë se 4 vitesh ekziston vetëm një kantier që s'po mbaron, me disa afate të shkelura. Hekurudha Tiranë-Durrës-Rrinas është ende larg përfundimit. Afati i ri i operimit të trenit elektrik është fundi i vitit 2026. Aeroporti i Vlorës pa fluturime. Në pranverë skenari i njohur i fluturimit elektoral u rikthye në prag zgjedhjesh me zbritjen e avionit të parë testues në pistën e aeroportit ndërkombëtar të Vlorës. Qeveria premtoi se aeroporti i Vlorës do të niste fluturimet këtë vit, por faktet tregojnë se në realitet fluturimi i vetëm mbeti si testuesi 8 majit. Naft premium si Arabi Saudite. Kështu e prezantoi qeveria zbulimin e naftës në Shpirag, por testet e kompanisë Shell rezultuan zhgënjuese. Giganti holandez është drejt largimit nga Shqipëria. Fondi sovran mbeti një ëndër e bukur bashkë me premtimin për epokën e re ekonomike nga nafta në Shpirag. 24 orë ujë të pishëm, që nga viti 2013. Ky është refreni i çdo fushate elektorale, por vendi ende vuan nga mungesa e furnizimit me ujë 24 orë. Afati i ri për të njëjtin premtim është shtyr në 2030-ën. Këtë vit gjatë fushatës zgjedhore, kryeministri Edi Rama premtoi se në 2030-ën 100% e qyteteve dhe 80% e fshatrave do të mbulohen me ujë 24 orë. Shqipëria pa avion zjarrfikës. Premtimi i bërë nga kryeministri Edi Rama gjatë fushatës elektorale se Shqipëria do të kishte 2 avion zjarrfikës të gatshëm për sezonin veror, rezultoi i pambajtur. Këtë verë vendi kaloi një situatë dramatike për shkak të zjarreve që shkrumbuan mbi 60.000 hektar me pyje dhe kullota. Por të vetmit avion zjarrfikës ishin ata të ardhur nga vendet e BE-s përmes mekanizmit të mbrojtjes civile. Dëmshpërblimet për Gramshin dhe Delvinën. Qeveria premtoi dëmshpërblim për rindërtimin e banesave për të gjithë banorët e zonave të prekura nga zjarret këtë verë. Në fund të vitit, ata ende presin për mbushjen e këtij zotimi. Agjencia Kombëtare e Mbrojtjes Civile konfirmoi se inventari për shtëpitë të djegura dhe bagtitë e humbura ende nuk është përmbyllur. Llogaria elektorale e 450 shkollave të reja. Në nisje të fushatës, kryeministri Edi Rama deklaroi se qeveria e tij kishte ndërtuar 450 shkolla të reja në 10 vite. Faktet tregojnë se janë rindërtuar ose zgjeruar vetëm 43 institucione arsimore. Shifra propagandistike e Ramës përfshin çdo ndërhyrje, nga riparimi i tualeteve tek lyerja e mureve. Odiseja e rindërtimit pas tërmetit. 6 vite nga tërmeti tragjik i 26 nëntorit 2019. Procesi i rindërtimit është afër mbylljes financiare, por jo i përfunduar në terren. Qeveria ka shpenzuar 131 miliard lek dhe raporton se 90% e projekteve janë ndërtuar. Zvarritjet vijojnë të mbajnë pezull ende qindra familje që janë pa çati mbi kokë. Afatet shtyen vit pas viti dhe çdo 26 nëntor sjell një tjetër justifikim. Flamuri blu për plazhet shqiptare. Ministria e Mjedisit premtoi se Shqipëria do të arrinte standardin evropian të flamurit blu për cilësinë e ujrave larës, por raportet e BE-s na rendisin në vendin e fundit në Evropë për cilësinë e ujrave bregdetare. Shkaku kryesor: ujrat e zeza të patrajtuara që derdhen në det, mungesa e impianteve të trajtimit dhe menaxhimi i dobët mjedisor. Legalizimet pafund. Ky është premtimi më i vjetër i ricikluar. Çdo zgjedhje sjell një valë të re legalizimesh të premtuara, por procesi nuk ka fund. Dosjet shtohen, afatet shtyhen dhe qytetarët mbeten peng të një premtimi që nuk përmbushet. Që nga nisja e procesit të legalizimeve në vitin 2006 dhe deri tani, legalizimet janë përdorur si mjet i rëndësishëm për mbështetje politike, sidomos në fushata zgjedhore. Në këtë artikull përmblodhëm vetëm 10 rrena, por gjatë gjithë vitit 2025 janë verifikuar gjithsej 87 premtime të politikanëve dhe zyrtarëve të lartë. Nga këto 52 premtime rezultuan të pambajtura, vetëm 6 u mbajtën plotësisht, ndërsa 29 u realizuan pjesërisht. Verifikimet nxjerrin në pahë ndekun mes premtimeve dhe realitetit, veçanërisht të një viti zgjedhor si ky që po lëm pas.